Disa muaj pas dy operacioneve të njëpasnjëshme në Greqi që quan goditjen e dy grupeve të trafikut ndërkombëtar të drogës, të zbuluara pas komunikimit në Sky ECC, policia greke ka zhvilluar operacionin e tretë. Sërish në skenë kanë dalë përdorues shqiptar të platformës, duke quar në zbulimin e dy grupeve të tjera kriminale që kanë vepruar në vitet 2020-2021. 4 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë shpallur në kërkim, si pjesë e 2 grupeve kriminale, në përbërje të së cilës ishte edhe një oficer i lartë i policisë greke. Nga mbledhja, korelacioni dhe vlerësimi i përmbajtjes së komunikimeve të bëra përmes aplikacionit online Sky ECC në kombinim me materialet e tjera parahetimore, u bë e mundur që autoritetet të identifikonin disa nga pronarët e vërtet të kodeve specifike PIN të aplikacionit Sky ECC, të cilët janë antarët e mbetur të grupeve kriminale, lidhur me individët e dishuar nga komunikimet, mesazhe me shkrim, audio dhe shkëmbim fotosh, përmes aplikacionit online Sky ECC. Dolen indikacione të forta për përfshirjen e tyre me role të rëndësishme në rrjetet ndërkombëtare për furnizimin dhe ruajtjen e sasive të mëdha të lëndëve narkotike, marijuanë dhe kokainë, me qëllim përfundimtar trafikimin e tyre në territorin grek, si dhe blerjet dhe shitjet e paligjshme të armëve të zjarrit, pistoleta dhe armë luftarake. Gjatë operacionit që u krye, si edhe nga kontrollet e kryera në shtëpi dhe automjete, u gjetën dhe u sekuestruan 41.365 euro, 6 telefon celular, një automjet që përdorej si mjet për kryerjen e trafikut të drogës, si dhe një kartë policisë me të dhënat e oficerit të policisë, e cila ishte deklaruar e humbur prej tij. Oficeri 56 vjeçar grek rezulton të ketë dalë në pension me gradën nën kolonel A në dhjetor të 2024-s dhe deri atëherë shërbeu në shërbimet e sigurisë së Athinës Perëndimore dhe më pas në drejtorinë e policisë Athinë. Oficeri në pension doli në pa nga pjesëmarrja e tij aktive në rrjetin kriminal ndërkombëtar të trafikut të drogës, udhëhequr nga shqiptari Marios Diamanti, alias Mario Diamanti nga Delvina, i cili u vra në nëntor të 2021, jashtë një karburanti që ai zotëronte në Nikaja të Athinës. Oficeri i policisë kishte ndërmjetësuar gjithashtu për blerjen dhe shitjen e paligjshme të kalashnikove nga një person i panjohur për Mario Diamantin. Në të njëjtën kohë ishte zbuluar pjesëmarrja aktive e oficerit të policisë në rrjetin kriminal ndërkombëtar të trafikut të drogës, që përfshinte edhe një emigrant nga Gjeorgjia, të cilin ai njëkohësisht e siguroi përmbushjen e paligjshme dhe të dukshme të kushteve të tij kufizuese, ndërsa i dha informacion dhe udhëzime shqiptarit dhe emigrantit nga Gjeorgjia për të shmangur arrestimin e tyre. Marios Diamanti, alias Mario Diamanti, u ekzekutua me 16 nëntor 2021, jashtë karburantit të tij në Nikaja, Athinë. Diamanti kishte qenë i arrestuar më parë për një sasi kokaine që u gjet në makinë. Ai ishte akuzuar edhe për vrasjen e një 30 vjeçari shqiptar me 14 shkurt 2010 në rrugën Fokionos Negri në Kypseli. Por, pas shumë hetimesh ai u shpalli pafajshëm ndonse arma që u gjet në vendin e ngjarjes kishte qenë e njëjtë me atë që u gjet Diamanti gjatë arrestimit. Po ashtu ai përmendet si i arrestuar edhe për një ngjarje kriminale në Mikonos, por edhe në këtë rast ishte lënë me detyrim paraqitje.